Keni dhimbje në kocka, kjo recetë ka habitur të gjithë me efektin e saj. Dhimbjet reumatike janë shumë të forta dhe thuajse nuk qetësohen dot pa medikamente. Ky ilaçe do t'ju paraqesim më shumë efikas në qetësimin e dhimbjeve reumatike dhe dhimbjeve të tjera. Vaj me specë djegës është një mënyrë efikase në lehtësimin e dhimbjeve sepse nxit qarkullimin e gjakut. Gjithçka që ju duhen janë 10 speca të freskët djegës dhe 2 gota vaj ulliri. Lajni specat dhe pritini në copa të vogla. Futeni në një kavanoz qelçi dhe hidhni 2 gota të vajit sipër. Lëreni vajin e specave të qëndrojnë në një vend të errët dhe të thatë për 7 ditë. Pas këtyre ditëve, kullojeni vajin me anë të një nape. Masazhoni zonat që ju dhëmbin me këtë vaj. Këtë procedurë mund ta përdorni 2 herë në ditë derisa dhimbja t'ju ketë kaluar plotësisht. Është e rëndësishme që ta mbani trupin ngrohtë pasi të keni aplikuar masazhin me vaj djegës.